ish-deputeti kuvendit të Kosovës Gani Geci ka deklaruar se posedon një incizim ku Faiki Meri me gojen e vete ka pranuar se ka përkthyer për gazetarin Milaim Zeka. Unë kam incizimin që Faiki Meri thot me gojen e vetë se e ka përkthyer për Milaim Zekën, nesër mund ta sjell, unë kur në jetën time nuk rrej për askën, ka deklaruar Geci në Debat Plus. Gazetari Milaim Zeka ka mohuar kategorikisht se një gjë e tillë është e vërtetë. Geci ka shtuar se Faiki Meri është vëllai i Haki Merit dhe se një nga vëllezërit e tij është vrarë në nëntor të vitit 1999, duke theksuar se ka të drejtë të kërkojë të vërtetën për fatin e tij. Megjithatë, Geci ka qenë i qartë duke theksuar se mënyra e kërkimit të së vërtetës përmes Serbisë është e papranueshme. Ai që kërkon vëllain përmes Serbisë, jo vetëm që ka gabuar, por edhe postërsi, kushdo që ka kërkuar shokët e vet përmes Serbisë, ajo është postërsi, ka deklaruar Geci. Ndryshe, gazetari Milaim Zeka, lidhur me gjykimin e ish-krerëve të OÇK-s në gjykatën speciale në Hag, ka deklaruar se Halit Sahidaj, një nga dëshmitarat që ka dalë kundër tyre, është dërguar në Hag në tetor të vitit 2020 pas një trajnimi të parapërgatitur nga Faiki Meri.